Ka filluar sot në Shkup forumi i 14 ndërkombëtar energjetik, në të cilin marrin pjesë afërsisht 500 zyrtar dhe përfaqësues të 50 vendeve nga e gjithë bota. Në fjalimin hyrës, kryeministri Hristian Mickovski deklaroi se kjo është një mundësi për të dëshmuar se një shtet i vogël si Maqedonia mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen energjetike të sigurt kur ka vizion, vendosshmëri dhe leadership. Sipas kryeministrit, sektori energjetik për qeverinë është shumë i rëndësishëm dhe nuk është vetëm çështje teknike. Të krijojmë një shembull rajonal të një ekonomie energjetike të qëndrueshme, të pastër dhe të pavarur. E dim se kjo kërkon kohë, burime dhe këmbgulje, por edhe më shumë kërkon besim në forcat tona, sepse tranzicioni nuk është vetëm teknologjik. Nga Shkupi dërgojmë mesazhin se energjia qëndrueshme nuk është zgjedhje politike, por detyrim moral ndaj gjeneratave të ardhshme. Energjia është e zemra e ekonomisë dhe nëse ajo zemër rreh rregullisht, i gjithë sistemi jeton. Ministri i Energjetikës në rolin e Nikoqirit në këtë event të rëndësishëm ndërkombëtar deklaroi se varësia nga një burim energjetik ose furnizues është rrezik i të kaluarës. Sipas Bozhinovskës, tranzicioni energjetik kërkon vizion dhe plane afatgjate, po edhe gatishmëri për investime dhe zgjidhje që nuk sjellin rezultate të shpejta, por sjellin të ardhme të sigurt për gjeneratat e reja. E ardhmja energjetike varet nga vendimet që ne i marrim sot. E rëndësishme është që në këtë forum do të nënshkruhet deklarata Shkupi, dokument që do të mbetet shenjë e vullnetit të përbashkët për të ardhmen energjetike, për energji më të pastër dhe më të sigurt. Ndryshe, forumi ndërkombëtar që ka filluar sot do të përfundojë të premten, ditë në të cilën Ministria e Energjetikës do të nënshkruajë deklaratë zyrtare me Kombet e Bashkuara, të quajtur Shkupi, deklaratë e cila sipas ministres Bozhinovska do të forcojë pozitën tonë në hartën botërore të energjetikës.